Është identifikuar dhe shpallur në kërkim njëri prej autorëve që dhunoi avokatin e ish-presidentit Ilir Meta, Kujtim Cakranin, ditën e diel, më 8 shkurt në Vlorë. Sipas policisë së Vlorës, mësohet se pas identifikimit të shpallur në kërkim 40 vjeçari Skerdilaj Xhindi, në vijim të informacionit paraprak të dhënë ditën e diel për ngjarjen e ndodhur në rrugën Transballkanike, ku mbeti i dëmtuar shtetasi Kujtim Cakrani me profesion avokat. Policia e Vlorës bën me dije se nga puna intensive e kryer nga specialistët e hetimit të krimeve të Komisariatit të Policisë së Vlorës, u bë i mundur identifikimi i njërit prej autorëve të dyshuar të kësaj ngjarjeje, shtetasit me iniciale SG, 40 vjeç, banues në Vlorë, i cili u shpall në kërkim për veprën penale, plagosja rënd me dashje kryer në bashkëpunim. Policia thot se po vijon puna për lokalizimin dhe kapjen e shtetasit Skerdilaj Xhindi. Ndërkohë, në drejtimin e prokurorisë vijojnë hetimet për zbarjen e plotë rrethanave të ngjarjes, identifikimin e të gjithë shtetasëve të përfshirë dhe nxjerrjen e tyre përpara përgjegjësisë penale. Shtetasi Kujtim Cakrani, sipas policisë, vijon të jetë nën kujdesin e mjekëve jashtë rrezikut për jetën. Avokati Kujtim Cakrani u dhunua të dielën në Vlorë. Ai përfundoi në spital pas një konflikti me disa persona të tjerë në një pikë karburanti në rrugën Transballkanike, ndërsa ka marrë ndihmën mjekësore dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Sipas njoftimit të policisë, Cakrani u konfliktua me 2 persona lidhur me pozicionin e automjetit në pikën e furnizimit dhe bllokimin e mjeteve të tjera. Konflikti më pas ka agravuar në përdorimin e dhunës ndaj avokatit. Policia po vijon punën për identifikimin edhe të personave të tjerë, të cilët janë përfshirë në këtë ngjarje. Nga veprimet e para hetimore është bërë i mundur identifikimi i automjetit, me të cilin janë larguar 2 shtetasit, si dhe njëri prej tyre. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë po punon për zbarjen e plotë të rrethanave të ngjarjes, si dhe për identifikimin dhe kapjen e autorëve.